Bismillahirrahmanirrahim. Kam qenë fëmijë kur hoxha i on Vebi Sulejman Gavoxhi rahmet past përkthente në gjuhën shqipe një libër të autorit Doktor Abdulrahman Sengjeri me titullin që hoxha kishte përshtat në shqip Të kthymt nga Zoti Xheleshanahu. Një libër i mbushur me ngjarje shumë interesante nga jeta e të parëve dhe udhëzimi i tyre në Islam. Sot gjatë komunikimit me një prej miqve dhe shokëve të mi të shtrenjtë thirrës Islam në Brazil, i cili drejton një prej qendrave të mëdha Islam atje, më tregon për një ngjarje që hoxha e ka përmend në këtë libër. Edhe shkruan për një detaj dhe një rrëfim nga libri i doktor Sengjeriut, që lidhet me personalitetin e Ebu Yazid Bastamiut, një emër shumë i shuar në historinë tonë islame, një dietar, asket dhe njeri në duart e të cilit janë udhëzuar shumë e njerëz. Tregon për marrëdhënien e mirë që kishte Ebu Yazidi rahmet past me nanën e tij, meqense se ishte jetim, pra kishte lind dhe baba kishte lënë jetim në moshë të vogël. Thot kur u bë djalë i pjekun, vendosi që të angazhohej për të mësuar, pra të rrugtonte në kërkimin e dijes islame. Dhe atë ditë, kur e ama po e përqafonte dhe po i jepte amanetet e fundit, para rrugtimit të tij, i jep një qese me 40 dinar dhe i thot, kjo është pjesë e trashëgimisë së babës tënë. Dhe ja qep ato në një xhep të fshehtë brenda bluzës së tij. Dhe thuhet se aso kohë ai kishte rroba të thjeshta, gati të arnuara dhe njëri gati në gjendjen e varfërisë. Përpara se të largohej, ama i thot më jep dorën dhe i thot më jep besën se nuk do të gënjesh kurrë në jetën tënde. Dhe Ebu Yazid Bastami i jep fjalën nanës së tij që nuk do të gënjente kurrë. Dhe niset drejt Bagdadit. Bagdadi ishte një ndër kryeqendrat e botës islame, ku gëllonte dija dhe shkenca, një qytet i mbushur me biblioteka dhe dietar të gjitha lëmive. Thot rrugës, ca plaçkitës ndalin karvanin ku ndodhej edhe Ebu Yazid el-Bastami. Plaçkisin të gjithë të pranishmit në atë karvan, dhe kur vjen radha tek Ebu Yazidi, e shohin shumë tesha të thjeshta, dhe i thonë, po ti o djalosh, çfarë ke me vete? Ai i thot 40 dinar. Ata qeshen më të madhe dhe largohen, duke menduar se ky është një njeri që nga frika flet çfarë nuk duhet thënë. Kur mbërrin tek i pari i tyre, ai i pyet se çfarë keni grumbulluar sot dhe si shkoi dita, i tregojnë për plaçkitjen e fundit dhe çfarë kishin korrur nga suksesi i grabitjes së tyre. Madje i tregojnë duke qeshme të madhe për një djalë të ri, thujse Leckaman, i cili, kur e kishin pyet se çfarë ka me vete, i kishte thënë 40 dinar. Dhe i pari i plaçkitësve habitet dhe i thot, shkoni dhe mos sillni atë djalë. Ata vrapojnë, shkojnë, e ndalin karvanin dhe e marrin Ebu Yazid Bastamin dhe e sjellin përpara të parit të tyre. Dhe largohen, shkojnë në punë të tyre. I thot, ai person që ke thënë se ke 40 dinar, i thot, po unë jam. Ti ke 40 dinar, i thot, po i kam. I thot, po ku i ke ato? I thot, në një xhep të fshehtë që e ka qep nana ime dhe i ka vendos ato si pjesë e trashëgimisë së babës tim që më ka lënë jetim. I thot, po ti je i marr? Ti je çmendur? I thot, jo, nuk jam i marr, nuk jam i çmendur. Mirë, po unë i kam dhënë besën nanës time që nuk do të gënjej kurrë në jetën time. I pari plaçkitësve befasohet. Në këto momente drita e besimit dhe udhëzimit fillon të prek zemrën e tij. Thot la hawla wala quwwata illa billah. Ti ke frikë të prishësh besën e nanës tënde dhe unë nuk kam frikë ta prish besën e Allahut dhe veproj këto që veproj. I thot më jep dorën dhe unë të jap besën
se kur ma nuk do të merrem me këtë që po merrem. Dhe nga ky moment unë bëj tobe. Nuk kalon shumë dhe plaçkicit kthehen dhe shohin gjendjen jo normale. Pyesin dhe i pari i tyre i thot unë nga ky moment kam bërë tobe dhe nuk merrem më me këtë çështje. Allahu i madhëruar urdhëron në Kur'anin familart, Allahu urdhëron që t'i ktheni amanetet tek të Zotët. Shkoni ktheni çdo gjë që keni grabit tek të Zotët e tyre. Të habitur i thonë të kthejmë atë çfarë kemi grabit, çfarë ka ndodhur me ty? I thot djaloshi që u tallët dhe u qeshët me të. E marrin në vete Ebu Jezidin dhe i thonë çfarë ka ndodhur? Dhe Ebu Jezidi i tregon për ngjarjen. Ata habitën dhe thonë, nëse ky ka bërë tobe, ne të vazhdojmë në rrugën e devijimit dhe çthurjes, edhe ne bëjmë tobe po ashtu. Edhe ne të japim fjalën se nuk do plaçkisim më njeri. Këtu përfundon ngjarja që doktor Sengjeriu e sjell në librin e tij, e që hoxha e jon Rahmet Past e ka përkthyer në gjuhën shqipe. E që sot pata kënaqësinë me e risjell në vëmendje nga komunikimi me mikun tim të shtrenjtë në Brazil, të dashnë dhe shtrenjtë. Ja tregova këtë ngjarje sonte edhe vëllezërve të shtrenjtë në xhaminë e madhe Ikra të Bernos në kryeqytetin zviceran. Një xhami e madhe në të cilën vit pas viti, e thuaj muaj pas muaj, ka njerëz të kësaj toke e të këtij vendi që vijnë dhe dëshmojnë islamin e tyre duke u konvertuar dhe duke dëshmuar mirësinë e kësaj feje të mallnueshme islame, e cila është si një diell rrezatues. Që do të thotë se të gjithë ne kemi mundësi me tërheqë dikë drejt fesë së Allahut, jo me fjalë, me shembullin ton personal. Nëse Ebu Jezid el-Bastami i mante fjalën nanës së tij për të mos gënjur kurrë në jetë, sa fjalë i majmë ne Allahut Azza wa Jall për të mos bë këtë për urdhëresave dhe ndalesave që Allah subhanahu wa taala kërkon prej nesh. Pra, me vepru çfarë duhet dhe mos me vepru çfarë nuk duhet. Sa prej urdhëresave me të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam është dërguar, ne i zbatojmë duke marrë fjalën pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kujdes, ju kujtohet ajeti kuranor ku Allah azza wa jall thot: o ju të cilët keni besuar, mos e pritni në besë Allahun dhe dërguarin e tij. Është momenti për të reflektuar në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit, për të qëndruar në besën e Allahut, në besën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me sa të kemi mundësi, dhe me ripërtëri beslidhjen tonë me Allahun dhe me pejgamberin alayhi salatu wasalam, me shpresën se dikush mund të udhëzohet nga shembulli i jon, nga komunikimi i jon, nga mënyra se si ne e dëshmojmë besën dhe amanetin e Allahut, besën dhe amanetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahu ju dashtë.